thjesht se kanë thënë dy të zgjuar kështu aty që bëhen të zgjuar sikur din shumë, thotë jo, Cako, nuk është 280, po është 28 ton, thonë. Po llogaritën një herë 50 milion, afërsisht, sa ju thash atë shifrën 44 milion Napolona ari 20 frankëshe, të cilat peshojnë 6.3 gram. Shumë zojeni ata dhe do shikoni se si del shifra. Pra del fix aq sa që kemi thënë ne. Do më thënë 280 283 duke llogaritur dhe bijuteritë ndryshme, këto shandanët e larë me arë ose pjesë të tjera në përshpira që kishin byzylyqe, gjëra, unaza, ja u morën ku mundën që si ishin të lidhur me komunizmin, ja u grabitën edhe grave nga duart unazat dhe u bën lingotat e arit, cilat u grabitën në Beograd dhe nga Beogradi u shpërndam pasaj, si që u thash, pjesën e Luanit e mori Londra dhe pjesën një pjesë tjetër e mori Stalini dhe një pjesë vogël e mbajti Tito, se vetëm 3 ton nga gjithë kjo sasi u depozituan në Bankën e Shqipërisë për të justifikuar ligjin e tatimit të jashtëzakonshëm dhe mbledhjen e arit. Po mirë, të vazhdojmë me